Kishte një orë të natës, kur qielli filloi të ndryshonte ngjyrë ngadalë, sikur dikush po lyente me dorë të lehtë një kanavac të madh e të errët, me bojra të buta vjollce dhe blu të thellë. Yjet shfaqeshin njëri pas tjetrit, të vegjël dhe të ndritshëm si grimca argjendi, të shpërndara mbi sipërfaqen e një stofi të zi kadifeje. Ata ishin të heshtur dhe të qëndrueshëm, sikur kishin qenë aty gjithmonë, duke pritur me durim të madh që njeriu të ngrej kokën lart dhe t'i shikojë. Liçeni shtrihej i qetë dhe i gjatë midis kodrave, i mbrojtur nga anët nga pyjet e dendura të ahut dhe të bredbit, degët e të cilve ishin të mbushura me gjethe të errta që lëkundeshin shumë pak në erën e natës. Sipërfaqja e ujit ishte thuajse e palëvizshme, si një pasqyrë e madhe natyrale, ku qielli i natës shihte pasqyrimin e vet me admirim të heshtur. Çdo yll i sipërm kishte yllin e tij brenda ujit, dhe midis tyre nuk kishte dallim të dukshëm, vetëm ndjesia e thellësisë dhe e pafundësisë. Ajri ishte i freskët dhe i pastër, me aromën e barishteve të lagura nga vesa e mbrëmjes. Kjo aromë e veçantë që ka nata pranë ujit, e ftohtë, pak e ëmbël, me shije barishti dhe dheu të lagur, ishte sikur një ilaç i vjetër i harruar, që kishte fuqinë ta qetësojë çdo mendje të shqetësuar dhe ta relaksojë çdo trup të lodhur. Ajo mbushte mushkrit me butësi dhe bënte që frymëmarrja të bëhej automatikisht më e ngadaltë, më e thellë, më e qetë. Bregëzimi i liçenit ishte i mbuluar me gur të bardhë të lëmuar nga uji i viteve, gur të cilët i kishin parë mira ditë dhe net kalojnë mbi to, pa u ndryshuar vetas pak. Midis gurëve rriteshin tufat e kalaveshit dhe shpata e ujit, bim të gjata dhe të holla që dridheshin me çdo lëvizje të lehtë të ajrit, dhe bënin zërin e tyre të veçantë, një fshfëritje e butë, e vazhdueshme, si zëri i një sekrete të vjetër që natën ja thot vetes. Bretkosa kishte filluar këngën e saj të natës. Nuk ishte vetëm një zë, por një kori e tërë e vogël, me shumë zëra të ndryshëm që dilnin nga anë të ndryshme të bregut, nga shpata e ujit, nga guri i lagur, nga balta e butë në ndegët e ulta të shelgjeve. Kjo kori nuk kishte drejtues, nuk kishte rregull, por kishte ritëm, ritmin e natës, ritmin e gjëzimit të thjesht të ekzistencës. Larg, në anën tjetër të liçenit, një bua qëndrueshëm, të qetë, të rrënjosur thellë në tokë, me degë të hapura ndaj qiellit. Kishte diçka qetësuese të madhe në ndjesinë e pranisë së tyre të heshtur. Hëna e plot ngrihej ngadalë mbi malet e largëta në lindje. Ajo ishte e madhe dhe e kuqërremt kur doli për herë të parë mbi majën e malit, duke dhënë përshtypjen se kjo ishte diçka e pazakontë, diçka e veçantë, si shfaqja e aktorit kryesor në skenë. Por ngadalë, ndërsa ngrihej më lart, ajo bëhej më e bardhë dhe më e bardhë, dhe drita e saj bëhej më e fortë, duke derdhur argjend mbi gjithçka që prekte. Liçeni mori ngjyrën e argjendit. Tani pasqyrimi i hënës brenda ujit ishte i dukshëm qartë, një disk i bardhë dhe i ndritshëm që lëkundej lehtë me çdo valëzim të imët të sipërfaqes, duke u thyer dhe duke u bashkuar sërish, si imazhi i ëndrrës që nuk qëndron plotësisht i palëvizshëm. Kjo ishte ora kur nata bëhej me të vërtetë e bukur, kur të gjitha elementët e saj, qielli, yjet, hëna, uji, pyi, ajri, bashkëpunonin si muzikant të mirë për të krijuar diçka që nuk kishte emër të vetëm, por që ndjehej si prehje, si siguri,
si kthim në shtëpi. Rruga që çonte nga fshati deri tek liçeni ishte e ngushtë dhe e gjelbër, e shtruar me gur të rrumbullakët të vjetër, mbi të cilët kishte rritur mysk i holl dhe i butë si kadife. Rruga kthehej 2 herë para se të arrinte tek uji, kalonte nëpër një ar të vogël ku rriteshin lule të egra, pastaj hynte midis pemëve të larta dhe me degë të dendura që e mbulonin si një çati natyrale. Natës, kur nuk e vret askush, heshtja para dhe pas çdo gjëje tjetër. Mbi këtë heshtje, zërat e natës pikëllohen si pika shiu mbi sipërfaqen e ujit të qetë, duke lënë ndikimin e tyre, duke u zhdukur dhe heshtja ngelet. Mjegulla e lehtë filloi të dilte nga uji ndërsa nata avancon. Nuk ishte mjegull e rënd, por një avull i holl dhe i bardh si fije mëndafshi, që ngrihej ngadalë dhe i panxit nga sipërfaqja e ujit dhe flotonte pak centimetra mbi të para se të shpërbëhej në ajrin e ftohtë. Ky fenomen ndodhte gjithmonë kur temperatura e ujit ishte pak më e ngrohtë se ajri, diçka e zakonshme pranë liçeneve, por gjithmonë e bukur, gjithmonë pak magjike. Kjo mjegull e lehtë i jepte liçenit pamjen e visareve nga tregtitë e vjetra, sipërfaqe uji e mbuluar me avuj të bardh, ndërsa hëna driçonte mbi të. Ndaj heshtej si kufi midis 2 botëve, bota e qiellit lart dhe bota e thellësisë poshtë, dhe ky avull ishte frymëmarrja e liçenit, prova se ai kishte jetë të vet, ritme të veta, kohë të veta. Peshqit kishin qetësuar lëvizjen e tyre kryesore. Gjatë ditës, ata kishin ndjekur dritën dhe ngrohtësinë, kishin ngrënë dhe lëvizur, kishin bërë gjërat e tyre të panumërta e të vogla në ujë. Natën nuk pushonin plotësisht, peshqit nuk kanë qerpik, por lëvizjet e tyre bëheshin të ngadalta dhe më pak të qëllimshme. Ata lundruan ngadalë në përthellësinë e ftohtë, duke pryer rolin e tyre të heshtur në ekuilibrin e madh të liçenit. Sipërfaqja e ujit shpesh lëkundej nga lëvizjet e tyre të imta poshtë, valzime shumë të vogla që ngriheshin dhe pastaj zhdukeshin, duke i dhënë hënës shfaqjen se ndriçonte mbi sipërfaqe të gjallë, mbi diçka që frymëmarrthe dhe ndihej. Dhe me të vërtet, liçeni frymëmarrthe, kishte ritmin e vet të frymëmarrjes, ujërat që largëzonin pak në stinët nxehta dhe ktheheshin në të ftohtat, lëvizja e ujit nëpërmjet rrjedhave nëntoksore të pagërit e lumenjve që hynin dhe dilnin. Ky ritëm ishte shumë i ngadalt për ta ndjekur me sytë e njeriut, por ishte aty, i qëndrueshëm dhe i besueshëm si rrahja e themrës. Shelgu i madh rrinte pranë bregut, me degët e tij të gjata dhe të varura si flokë të gjatë të shpërishur mbi ujë. Ai ishte larg, malet ruanin siluetën e dyre të zezë kundër qiellit të mbushur me yje. Ata ishin si kufiri i botës. Gjithçka brenda tyre ishte e njohur dhe e sigurt, gjithçka jashtë tyre ishte e largët dhe e panjohur. Por kufiri vet kishte bukurinë e vet. Ajo linja e zezë dhe e qartë ku toka takonte qiellin, ku e forta takonte të pafundmen, ku e kufizuara takonte të pakufizuarën. Midis yjeve, ylli polar ndriçonte pak më shumë se të tjerët, duke treguar veriun me qetësi dhe besueshmëri. Ai kishte udhëhequr udhëtarët në përshekuj, kishte qenë pikë referimi për lundruesit dhe udhëtarët, për ata që ishin humbur dhe kërkonin rrugën shtëpi. Edhe tani, pa asnjë nevojë navigacioni, prania e tij kishte diçka qetësuese. Ndjesinë se ka gjëra të qëndrueshme dhe të besueshme në botë, gjëra mbi të cilat mund të mbështetesh kur gjithçka tjetër lëviz. Sipas kosmologjisë shumë të vjetër, yjet ishin zjarret e shtëpive të largta, familje të tjera njerëzore ose qenie tjera, me zjarret e tyre ndezur, me ngrohtësinë e tyre duke u çuar lart deri tek qielli dhe prej andej tek ne. Kur shikoje yjet, jo vetëm që shihje largësinë, shihje edhe ndjesinë e bashkësisë universale, ndjesinë se qoftë ku të jesh, ka drita të tjera ndezur gjatandej. Uji i liçenit tingëlloi pak, një zë shumë i imët, si ta kishta goditur diçka e vogël sipërfaqen nga poshtë.
ndoshta peshku, ndoshta diçka tjetër. Dhe pastaj u rikthye heshtja, më e thellë se para, si çdodh gjithmonë pas zërave të papritur të natës. Heshtja që mbush vendin ku ishte zëri, duke u bërë edhe pak më e plot. Skriki vazhdoi këngën e tij pa ndërprerje. Ky zë, i cili nuk ishte njëri zë, por mijëra zëra të imët të insekteve të ndryshme, kishte cilësinë e muzikës minimale. Shumë pak element, por bashk krijonin diçka të pasur dhe të plot. Ishin si tingujt e shiut, ose të valëve, monotone në një farë mënyre, por jo të bezdisshme, sepse monotonia e tyre kishte thellësi dhe ndryshim të imët dhe konsistencë qetësuese. Nëse qëndroje të dëgjoje me vëmendje, filloje të dalloje ndryshimet brenda asaj monotonie. Skrikët afër ishin më të lartë, ata larg ishin si zhurmë foni e butë, disa kishin ritëm të përhap ngadalë nëpër liçen. Shkon deri tek bregu tjetër dhe u kthye si e hon. Vale dhe me të vogla, thuajse të padukshme, por aty. Hëna tashmë kishte arritur lart në qiell dhe drita e saj kishte ndryshuar cilësi. Nuk ishte më e kuqe dhe e trash sikur kishte dalë, por e bardhë dhe e pastër si qumësht, duke derdhur mbi gjithçka një dritë pa hije të forta, një ndriçim të butë dhe të barabartë. Nën këtë dritë, ngjyrat e natës ishin monokromatike, gri dhe bardhë dhe zezë, si fotografi e vjetër. Por kjo ngjyrëzim i reduktuar kishte bukurinë e vet, si pasuria e heshtjes. Bretkosa e madhe e gjelbër u ul mbi gurin e bardhë buzbregut dhe qëndroi i palëvizshëm për kohë të gjatë, me sytë e tij të mëdhenj duke pasqyruar dritën e hënës. Ai shikonte pa shikuar asgjë, ose ndoshta shikonte gjëra që syri i njeriut nuk mund t'i dallonte. Valët e ngrohtësisë, ndryshimet e imta të zërit, lëvizjet e insekteve rreth tij. Ishte plotësisht i pranishëm në këtë moment, pas një ankth për momentin e ardhshëm, plotësisht i qetë. Larg, i fshehtë midis gurëve të mëdhenj të bregut të kundërt, Lutra kishte dalë të notonte. Lëvizjet e saj ishin të lehtë dhe të bukur. Ajo kalonte mbi sipërfaqen e ujit me një lehtësi magjike, duke lënë pas vete gjurmën e valve të V forme. Herëherë zhytej nën ujë dhe kishte heshtje, pastaj dilte sërish, disa metra larg, duke tundur kokën dhe duke lëshuar ujin nga mustaqet. Ajo dukej si krijese e kënaqur plotësisht me jetën e saj. Natyralisht, Lutra nuk mendonte për lumturinë. Ajo thjesht jetonte dhe gjuante dhe notonte, duke bërë gjërat për të cilat ishte bërë. Por shikuesi i jashtëm, nëse kishte pasur ndonjë, do ta shikonte me ndjenjën e gëzimit, me ndjesinë se kështu duhet të jetë jeta, e thjesht, e qetë, e plot me veprim të natyrshëm, pa mendimin e tepërt. Ylli i parë i ëndrave kishte filluar kohë më parë. Ai ishte ylli i parë. Bota pranë liçenit kishte kronologjinë e vet të natës, shumë të ndryshme nga ajo e qytetit. Në qytet, nata ndahej nga drita artificiale, nga zhurmët e makinave dhe njerëzve, nga aktiviteti i vazhdueshëm njerëzor që nuk qetësohej kurrë plotësisht. Pranë liçenit, nata kishte etapat e veta natyrale, nga muzgu i hershëm kur zogjt këndonin këngën e fundit, deri tek mesnata, kur gjithçka ishte krejtësisht e qetë, deri tek agimi i hershëm, kur zogjt e parë fillonin cicërimën e tyre. Tani ishte ora e mesnatës, ajo orë kur dita e re kishte filluar teknikisht, por nata ishte ende plotësisht e pranishme dhe nuk kishte asnjë shenjë të largimit të saj. Liçeni kishte ngjyrën e shiritit të njomur, i errët, i ndritshëm, i paqt. Hëna kishte lëvizur pak më shumë perëndim dhe pasqyrimi i saj brenda ujit kishte ndryshuar pozicion, duke lënë disa seksione të liçenit pa ndriçim dhe kthyer ato në zona të errta, ku fantazia mund të shikonte çdo gjë ose asgjë. Kalorësi i gjumit erdhi të kalonte,
Kjo ishte mënyra metaforike si disa kultura i tregonin fëmijëve që gjumi po afrohej, si kalorës i butë me mantël të errët dhe sytë e mbyllur, i cili me çdo kalim lëshonte rëra ari mbi qepalat e atyre që duhej të flinin. Natyrisht, ky kalorës nuk ekzistonte fizikisht, por ndjesia ishte reale, ndjesia e rëndesës së qepalave, e relaksimit gradual të muskujve, e distancimit të mendimeve. Ajri i mesnatës kishte tani temperaturën e vet të veçantë, jo shumë i ftohtë për të qenë i pakëndshëm, por mjaftueshëm i ftohtë për të kujtuar se jashtë ishte natë dhe se shtëpia dhe shtrati ishin vendi i duhur. Ky freskëti ishte si vale lehtë që lëviste nëpër trup dhe largonte çdo mbetje zjarri dhe shqetësimi dhe la vetëm freskinë dhe qetësinë. Muzika e natës kishte ndryshuar pak, bretkosave të kishin ulur volumin, ndoshta kishin ikur diku, ndoshta vetë nata kishte ndikuar mbi to, dhe tani zëri kryesor ishte ai i ujit dhe i erës, ndërsa crickat vazhduan me besnikërinë e tyre të pandryshuar. Kjo reduktim i zërit kishte diçka gjumësjellse, si dikush që fik dritën gradualisht, jo menjëherë, por ngadalë, derisa vetëm drita e fundit lehtë mbetet. Vërtet tredimensionale, me thellësi të pamasë dhe distanca të pakonceptueshme. Kjo ndjesi e thellësisë kishte diçka shumë qetësuese, sikur problemi yt më i madh, kur vendosej në kontekstin e këtij universi të madh, bëhej shumë i vogël dhe i menaxhueshëm. Degët e ahut të mëdhenj i lëkundeshin me erë me gracili dhe lehtësi, si duar që mirëpresin ose lëkunden lamtumir. Ahut ishin pemët krenare të pyllit, të mëdhenj, me trungje gri dhe të lëmuara, me kurora të gjëra dhe të dendura. Gjatë dimrit, kur gjethet rëndin, trungu i tyre dukej si skulptur moderne, i pastër, i gjatë, i sakt. Por tani me gjethe, ishin si silueta madhështore me mbuluara me 100.000 duarza shumë të imta. Nën pemët, toka ishte e mbuluar me shtresë gjethjesh të vjetra dhe shtresë myshku, të dy materialeve shumë të buta dhe shumë relaksuese nën këmbë. Myshku kishte ngjyrën e gjelbër të thellë edhe natën dhe ndihej si tapiceri bimor nën çdo hap. Ai ruante lagështinë dhe të ftohtë dhe i jepte pyllit aromën e vet të veçantë, atë aromë të gjelbër, pak të lagur, të rënd me jetë mbi të cilën kishte ndërtuar tregjet e vet të kënaqësisë olfaktive. Një dru i vjetër i rrëzuar kishte dhënë trupin e vet si shtëpi për 10 lloje krijesash. Mbi të rritej myshku dhe likeni. Brenda tij kishin bërë vrim insekte të shumta dhe krimba druri. Anët e tij ishin mbuluar me kërpudha të ndryshme, disa të bardha si shami, disa kafe dhe të çrregullta, disa të vogla dhe të radhitura në kolona të rregullta. Ky druri kishte kthyer vdekjen në jetë, duke u shndruar nga pema e vetme e gjallë në komunitet të tërë ekzistencash. Liçeni kishte thirrjen e vet të heshtur, jo thirrje me zë, por thirrje me ndjesi, që kur dikush ngjitej mbi malin prapa pyllit dhe shikonte poshtë, e shikonte atë, sipërfaqen e tij të ndritshme midis pemëve. Kishte ndjenjën e dëshirës të zbresësh, të arrish, të qëndroje pranë tij. Kishte diçka primitive dhe e vjetër në tërhequrjen e ujit ndaj njeriut. Ndoshta kujtesa biologjike e origjinave tona evolucionale, ndoshta thjesht natyra njerëzore që kërkon ujin si burim jete dhe qetësie. Cilado qoftë arsyeja, tërhequrja ishte reale, e fortë dhe e ëmbël. Gjatë natës, liçeni ndryshonte pamje vazhdimisht, edhe pse asgjë nuk ndryshonte në mënyrë dramatike. Ishte si fytyra e një njeriu gjatë gjumit, e njëjta fytyrë, por me shprehje që lëviz pak, me muskuj që relaksohen dhe tensionohen me ritmin e ëndrës. Herë si për shkëmbinjtë e mëdhenj në New York kishin format e tyre të veçanta,
të lëmuara nga uji i viteve, të mbuluar me algë të holla dhe të gjelbër, me boshllëqe dhe çarje ku bënin shtëpi llojet e ndryshme të jetës ujore. Ata ishin si qyteti në New York, i heshtur, i errët, i plot me aktivitetin e pandjerë të krijesave të vogla. Mbi sipërfaqe, gjithçka ishte e qetë. Hëna, yjet, mjegulla e lehtë, fshfëritja e shelgjit, kënga e crikave. Liçeni pushonte dhe njëkohësisht jetonte, siç bëjmë ne kur flem. Trupi pushon për zemra rreh, mushkërit frymmarin, qelizat punojmë, ëndrat ndodhin. Pra në rrezës së malit, ku pylli bëhej më i dendur dhe pemët ishin kaq të ngushta sa thuajse nuk kalonte drita, kishte burim uji i vogël. Ai dilte nga guri me presion të butë, jo me forcë, por me qëndrueshmëri, dhe binte poshtë në përshkëmbin të vogël, duke krijuar zërin e tij karakteristik. Ky zër i burimit ishte ndoshta zëri më i vjetër i natyrës, zëri i ujit që del nga toka, i pastër dhe i ftohtë, dhe i plot me mineral. Ky burim hynte në liçen pas rrugëtimit të tij të shkurtër, duke sjell ujin e vet të freskët dhe të ftohtë, dhe duke u bashkuar me masën e madhe të ujit tashmë aty. Ky bashkim kishte diçka simbolike. I vogli bashkohet me të madhin, i reja me të vjetrën, i freskët me të qetën, dhe të dyja fitonin diçka nga bashkimi. Gjethet e shelgut ishin të holla dhe të gjata si gjishtërinë të dikujt me duar të bukura. Secila gjethe kishte nervaturën e vet, sistemin e vet të kanaleve të holla nëpërmjet të cilave lëngjet lëviznin, nëpërmjet të cilave klorofila punonte ditën dhe ruante energji natën. Çdo gjethe ishte fabrikë e vogël, laborator i vogël, i plot dhe i sofistikuar, duke punuar në mënyrën e vet të heshtur. Bashk, të gjitha gjethet e shelgut bënin punën e madhe të pemës, prodhimin e ushqimit, frymmarrjen, rregullimin e temperaturës, atë që shkencëtarët e quajnë zhurmë e bardhë natyrore, jo kaotike, por e organizuar, jo uniforme, por e parashikueshme, jo e bezdisshme, por qetësuese. Liçeni kishte zërin e tij specifik. Nuk kishte valë të mëdha si deti, as rrokullimjet e shpejta të lumit të maleve. Kishte valëzimin e butë dhe të rregullt të sipërfaqes së madhe dhe të qetë, zvarritjen e imt të ujit mbi gurin e bregut, bumbullimën shumë të lehtë kur valëzimi i vogël arrinte tek rëra e butë. Ky zë ishte si frymmarrja e rregullt e dikujt që flen, të jep ritmin tënd, të fut në koherencë me të, dhe pa e vënë re, frymmarrja jote fillon të ndjek të njëjtin ritëm. Qielli kishte qenë po kaq i bukur dhe po kaq i plot me yje për mijëra vjet përpara se njeriu të ishte aty ta shikonte, dhe do të vazhdonte të ishte po kaq i bukur edhe kur askush të mos ishte aty ta shikonte. Kjo ekzistencë pa nevojën e dëshmuarit kishte diçka shumë çliruese dhe qetësuese. E bukura ekziston pavarësisht. Lutra kishte përfunduar gjuetinë e saj nate dhe ishte kthyer te strofka e saj me zgurve. Trupi i saj i vogël dhe muskuluar ishte tani i mbrojtur, i ngrohtë, i qetë. Ajo kishte ngrënë dhe notuar dhe luajtur, dhe tani pushoi me kënaqësinë e qenies plotësisht të shterur dhe plotësisht të kënaqur. Pushimi i saj nuk kishte ankth dhe nuk kishte radhën tjetër, kishte vetëm ngrohtësinë e çastit aktual. Pemët e bredvit të dendur anës maleve ishin të errta dhe solide, si muret e ndonjë katedraleje të vjetër. Ato nuk lëvizeshin pothuajse fare me erën e lehtë të mesnatës, ishin shumë të dendura dhe shumë masive. Midis tyre kishte heshti absolute, lloji i heshtisë që gjen vetëm thellë brenda pyllit të dendur, ku asgjë nuk arrin nga bota e jashtme. Ky pyll ishte si biblioteke madhe, ku kushdo mund të hynte dhe do të gjente heshtinë e duhur për lexim ose meditim
ose thjesht ekzistencë. Çdo pemë ishte volumi vet, me historinë e vet të shkruar brenda unazave të saj, me rrënjët e saj si faqe të shkruara në gjuhën e tokës, me degët si faqe të shkruara në gjuhën e dritës. Pranë mesit të liçenit, ku uji ishte më i thellë, sipërfaqja ishte krejtësisht e qetë, nuk ishte erë aty, nuk ishte valëzim, vetëm sipërfaqja e qelqt dhe pasqyrimi i përsosur i qiellit brenda saj. Ishte si dritare e madhe hapësire, si të shikosh në përdyshem të qelq, si cëritja e crikave kishte ulur pak tonin. Ndoshta sepse temperatura kishte rënë edhe pak. Ndoshta thjesht sepse nata kishte hyrë në fazën e saj më të qetë. Por ritmi i tyre vazhdonte, i patundor, i besueshëm, si metronom i madh natyral, duke mbajtur kohën e gjithë botës natyrore. Nën ujë, peshqit e mëdhenj kishin dalur pothuajse plotësisht lëvizjet. Ata qëndronin pezull në ujin e ftohtë, me rrymën nëntoksore, duke i lëvizur pak herë, por vetë pa bërë asnjë lëvizje vullnetare. Edhe ata ishin në gjumin e tyre, jo të ndërgjegjshëm, por jo plotësisht aktiv, në zonën e mesit. Kur ti flesh pranë liçenit, trupi yt bën diçka të ngjashme. Ndalet lëvizja, ngadalson frymëmarrja, zbret temperatura pak, ngadalsohet zemra. Trupi hyn në gjendjen e vet të mesit, jo të vdekur, por jo plotësisht i gjallë, në mënyrën e ditës. Është gjendja e rigjenerimit, gjendja kur celimat rindërtohen dhe kujtesa konsolidohet dhe energjia rikthehet. Ky proces i rigjenerimit është si procesi i liçenit. Natën, bakteriet decompose materjen organike. Lëndët ushqyese rikthehen në ujë. Ekuilibri kimik rivendoset. Liçeni rigjeneron veten e tij natën, ashtu si edhe ne rigjenerojmë veten ton natën. Jemi të lidhur me këtë ritëm, shumë më thellë nga sa mendojmë. Shikimi i yjeve ka pasur gjithmonë efektin e tij të veçantë mbi njeriun. Ai hap diçka brenda, relakson diçka që gjatë ditës mbahej e shtrënguar. Ndoshta sepse kur shikon lart, qafa relakson, shpatullat ulen, frymëmarrja hapet. Ndoshta sepse lartësia e qiellit i jep perspektiven e re. Ndoshta sepse yjet na kujton vjetrin e gjithçkaje dhe relativitetin e shqetësimeve tona. Ata po shihnin tani mbi liçen me po atë shkëlqim të qetë dhe të pandryshuar. Disa prej tyre kishin dritën e tyre të vjetra, dritë e lëshuar mijëra vjet më parë, e cila vetëm tani kishte arritur tokën pas udhëtimit të saj kolosal. Kjo ide kishte diçka shumë relaksuese brenda saj. Jeta jote dhe ankthet e ditës së sotme janë shumë të vogla dhe shumë të shkurtra krahasuar me jetën e dritës që po shikonte. Nuk ishte nihilizëm, nuk ishte ndjesia. Këto aroma bashk formonin parfumin e natës pranë liçenit. Parfum që nuk mund të riprodhohej kurrë artificialisht. Parfum që ekzistonte vetëm aty dhe atëherë dhe nuk mund të çohej diku tjetër. Ishte parfumi i momentit, parfumi i vendit specifik, parfum që mban kujtimin e çastit nëse e thithje thellë dhe e ruaje brenda. Frymëmarrja e thellë kishte fuqinë e madhe. Kur frymëmarrje thellë, kur mbush mushkërit plotësisht nga poshtë, jo vetëm nga gjoksi, aktivizon sistemin nervor parasimpatik, ai sistem që kontrollon pushimin dhe gjeneron relaksimin. Trupi kalon nga gjendja e gatishmërisë dhe tensionit në gjendjen e qetësisë dhe dëgjimit.
zëri i zemrës ngadalson, muskujt lirohen, mendjet zvogëlohen. Ndoshta qetësia më e madhe pranë liçenit vinte nga fakti se uji nuk gjykonte. Ai thjesht ekzistonte, pasqyronte gjithçka një lloj, priti të gjitha pa dallim. Nën sipërfaqen e tij kishte strehuar gjithçka, gëzimin e fëmijës që hidhej me vrull, dhimbjen e atij që qante buzë tij, dashurinë e të rinjve, meditimin e të vjetrit, lodrën e bufallit, fluturimin e zogjve. Liçeni kishte parë gjithçka dhe nuk kishte mbajtur mend, ose ndoshta kishte mbajtur mend gjithçka, brënda sedimentit të tij të thellë, brënda kujtesës së tij shumë të gjatë. Por mbi sipërfaqe, ai shfaqte gjithmonë të njëjtën qetësi, të njëjtën pranim, të njëjtën gjendje pasqyre. Ky ishte mësimi i tij, jo indiferenca, por pranueshmëria e qetë, pranimi se gjërat ndodhin dhe kalojnë, se shqetësimet e ditës kalojnë si re mbi sipërfaqe, se zemërimi kalon, se trishtimi kalon, se gëzimi kalon, dhe sipërfaqja mbetet, pasqyron sërish, pret tjetrën. Bregu i jugut të liçenit kishte rënra të imta dhe të bardha, lloji i rënrës që në dritën e hënës dukej si djallëzore, si e bërë nga pluhuri i yjeve. Kjo rënë kishte karakterin e vet, e butë, e lëvizshme, duke regjistruar çdo gjurmë dhe pastaj fshir atë me valëzimin tjetër. Gjurmët e kafshëve të natës, gjurmët e lepurit, tapat. Gjumi kishte filluar të ndaj botën natën, midis atyre që ende ishin zgjuar dhe atyre që kishin hyrë tashmë në thellësinë e vet. Kafshët e ditës, shpendët, shumica e gjitharëve të vegjël kishin shpëtuar prej kohësh. Kafshët e natës ishin ende aktive, por edhe ato gjatë mesnatës bënin pauza, kishin ritmet e tyre të pushimit. Liçeni, i vetëm dhe i qetë, mbante orën e vet. Ai nuk kishte nevojë për gjumë siç e kuptojmë ne, por kishte ritmet e tij ciklike, periodike, proceset e veta që alternoheshin. Natën kishte kimi tjetër. Temperatura e ujit ndryshonte me thellësinë ndryshe nga ditën. Rrymzat nëntoksore ndryshonin drejtim, aktiviteti biologjik ndryshonte. Ky liçen kishte jetuar në për shumë stinë dhe shumë vite. Kishte njohur dimra kur sipërfaqja e tij mbulohej me akull të trash dhe pranvera kur uji zihej me ngjyrat e luleve të rëna nga degët mbi të. Kishte njohur vera kur e rinia ngrihej të notonte dhe e trazonte me gëzim, dhe vjesht kur gjethet e verdha dhe të kuqe notojnë ngadalë mbi sipërfaqe si flot e vogël e magjishme. Të gjitha këto kishin ndodhur dhe do të ndodhnin sërisht. Liçeni ishte më i vjetër se çdo kujtim njerëzor i vendit. Kishte qenë aty para shtëpisë së parë, para rrugës, para njeriu të parë që kishte ardhur të pinte dhe kishte mbetur. Dhe kishte diçka shumë qetësuese në vjetrinë e tij, si prania e gjyshit të vjetër dhe urtë, i cili ka parë aq shumë gjëra sa asgjë nuk e trondit më. Ajri kishte bërë diçka të butë dhe të veçantë, kishte filluar të mbart aromën e bimëve natës. Disa lule hapeshin vetëm natën, ato me petale të bardha ose të lehta, të cilat tërhiqnin jonikën dhe fluturave nate, duke shpërndar aromën e tyre të ëmbël dhe të dendur në errësirë. Kjo aromë ishte e ndryshme nga aromat e ditës, ishte më e rëndë, më e pasur, më e ushqyese për ato lloje insektesh që ndihmonin në polenizimin e tyre. Aroma e luleve natës arriti deri tek bregu i liçenit, duke u miksve aromat e ujit dhe mushkut dhe pemëve. Kjo përzierje aromash kishte cilësinë e saj unike, nuk kishte emër, nuk mund të përshkruhej plotësisht, por lidhej direkt me ndjenjën e prehjes dhe qetësisë,
siç bëjnë aromat kur preken me kujtesën emocionale. Bota kishte shumë liqene dhe shumë net, dhe çdo natë, çdo liqen kishte historinë e vet të heshtur duke u zhvilluar. Por ky liqen, natën tani, kishte diçka të veçantë. Ai kishte praninë e të gjitha gjërave të vogla dhe të mëdha njëkohësisht, atë ekuilibër të rrallë kur asgjë nuk mungon dhe asgjë nuk është tepër. Vapulli i ujit kishte formuar pikëza të vogla vese mbi gjethet e kalaveshit dhe shpatës ujore. Secila pikëz ishte sferë e vogël e përsosur, e qeltërt dhe ndritshme si gur i çmuar i vogël, që mbante brenda vetes imazhin e Pemët e vjetra buzbregut kishin trungjet e tyre të mbuluar me myshk të gjelbër dhe liken të gri. Liqeni ishte organizëm i veçantë, as bim, as kërpudh, por simbioze të dyjave. Ai jetonte ngadalë, shumë ngadalë, duke u rritur vetëm disa milimetra në vit, duke patur jetëgjatësi që mund të arrinte qindra vjet. Ai shihte kohën ndryshe. Për të, vitet kalonin si orë kapin. Çështjet njerëzore ishin si shkume shpejt mbi gurin e tij të ngadalt. Nën liken dhe myshk, guri kishte strukturën e tij, kristalet e silikateve dhe feldspateve të lidhura në blok të fortë e të besueshëm. Ky gur mund të kishte dalë nga thellësia e tokës miliona vjet më parë, i ngritur nga lëvizja e pllakave tektonike, i formesuar nga uji dhe ngrica, i vendosur këtu si dëshmi e gjatë e proceseve kolosale. Ai kishte qenë aty shumë para fillesës së liqenit dhe do të mbetej shumë pas tharjes eventuale të tij. Të menduarit mbi këto kohë të gjata kishte efekt relaksues dhe shumë specifik. Kur trurin tënd e qon shumë larg në kohë, kur quan milionat e viteve me mendjen, perspektiva yt ndryshon rrënjësisht. Ankthet dhe tensionet bëhen të vogla dhe momentale ndaj asaj tabloje të madhe, jo të pavlefshme, sepse janë reale dhe të rëndësishme për ty, por të vendosura në kontekstin e duhur. Zogjt e natës kishin ritmet e tyre të specifikuara. Bufi, ai zog enigmatik dhe i heshtur, qëndron zakonisht i palëvizshëm për periudha të gjata, duke vëzhguar me sytë e tij të mëdhenj dhe të ndjeshëm, dhe pastaj nis lëvizjen me shpejtësi dhe saktësi magjike, kur preja shfaqet. Mes lëvizjeve, ai ishte si pema, i palëvizshëm, i heshtur, i integruar me mjedirin. Thirrja e tij e her pas hershme, ajo tingëllimi thellë dhe i rumbullakët, nuk ishte vetëm komunikim, ishte shenjë pranisë, shenjë territori, shenjë e ekzistencës. Dhe kur thirrja e tij arrinte buz liqenit, ajo bëhej pjesë e simfonisë së natës, notë thellë mbi melodinë e cikave, mbi bazën e ujit. Qumështoria, kalorëse tjetër e natës, fluturonte në përhapësirat mbi sipërfaqe. Ora kishte kaluar pa e ndjerë. Nata ishte shumë e gjatë dhe shumë e bollshme me qetësi. Dhe koha brenda saj lëvizte me logjikën e vet, jo logjikën e orës dhe minutoreve. Liqeni kishte orën e tij, jo 60 minuta, për ciklet e zërave, rritjen dhe rënjen e mjegullës, ndryshimet e pasqyrimit të hënës. Flladi von i natës preku sipërfaqen e ujit dhe lëvizi drejt bregut, duke sjell me vete aromën e hapur të ujit, atë aromë shumë specifike të liqenit, jo të detit dhe jo të lumit, por liqenit të madh dhe të qetë, me thellësinë e tij dhe mineralet e tij dhe jetën e tij të vet. Kjo lidhje midis ujit dhe fëmijërisë ishte universal. Thuajse çdo kulturë kishte tregët dhe kujtesën e ujit si vend gëzimi dhe aventure dhe zbulimi. Dhe edhe të rriturit kur ulejnë pranë ujit dhe lejonin veten të relaksohejnë, gjenin diçka të fëmijërishme brenda. Lehtësinë, kuriozitetin, praninë e pastër në çast. Tani,
Liçeni qëndronte i heshtur dhe i qetë dhe i plot. Hëna kishte zbritur pak më shumë drejt perëndimit. Pas disa orësh do të arrinte horizontin dhe do të perëndonte, duke lënë natën plotësisht në duart e yjeve për pak kohë para agimit. Por deri atëherë, ajo vazhdoi shëtitjen e saj të ngadalt dhe madhështore në përqiell. Rrotull liçenit, bota e vogël dhe e plot, kishte arritur ekuilibrin e mesnatës. Çdo gjë ishte aty ku duhej të ishte. Bretkosa mbi gur, lutra me zgurve, peshqit në ujë, zogjt më përgjethe, yjet lart, hëna duke lëvizur. Ky ekuilibër nuk ishte statik, ishte dinamik. Gjithçka lëvizte pak, por kishte qëndrueshmërinë e vet, harmoninë e vet organike. Kishte diçka shumë të rrallë dhe shumë të çmueshme në këtë. Moment kur gjithçka ishte saktësisht siç duhej. Jo perfekte sipas ndonjë standardi ideali, por e plot si ajo çka ishte. Jo pa probleme teorike, por pa probleme reale. Ekuilibrimi i vërtet. Njerëzit shpesh kërkojnë momente të tilla, momente kur gjithçka është mirë, kur ankthet janë heshtur, kur trupi është i relaksuar dhe mendja është e qetë, por shpesh i kërkojnë duke bërë diçka, duke shkuar dikund, duke ndryshuar diçka. Ndërsa liçeni na mëson se ekuilibri nuk arrihet. Ajri kishte ndryshuar cilësi pak, ndërsa nata kaloi kulmin e saj. Ishte pak më i ftohtë tani. Jo i pakëndshëm, por mjaftueshëm i ftohtë për ta ndjerë fare mirë ndërsa lëkura merr frymë. Ky ftohtësi i butë ishte njoftimi i parë se nata kishte filluar të ecë drejt fundit, edhe pse agimi ishte ende larg. Bimësia pranë bregut kishte bërë punën e saj të heshtur gjatë gjithë natës. Gjethet kishin çliruar pak nga avujt e ujit nëpërmjet procesit të transpiracionit. Jo shumë, sepse stomata mbylleshin natën, por mjaftueshëm, dhe ky avull ishte shtuar mjegullës së imt mbi sipërfaqen e liçenit. Bimët dhe liçeni bashkëpunonin, si gjithmonë, pa e ditur dhe pa u marrë vesh, thjesht duke bërë secila atë që ishte e natyrshme. Kjo bashkëpunimi pandërgjegjshëm ishte modele shumë gjërash. Mushkërit tona nuk komunikojnë me zemrën, ato thjesht bëjnë punën e tyre, dhe zemra bën punën e saj, dhe të dyja punojnë bashk. Neuroni i njërit nuk i thot neuronit tjetër çfarë të bëj. Ata reagojnë sipas natyrës së tyre, dhe nga miliona reagime individuale del mendimi, del ndjenja, del ndërgjegja. Natyra funksionon kështu në të gjitha nivelet, jo me komanda nga lart, por me bashkëpunim nga poshtë. Çdo element bën punën e vet dhe bashk krijohet diçka shumë e kompleksuar dhe shumë e bukur. Liçeni ishte shembull i madh i kësaj. Mira lloje organizmash duke bërë secila punën e vet dhe bashk krijonin ekosistem të plot, të qëndrueshëm dhe të bukur. Hëna kishte arritur një pozicion ku drita e saj binte ndryshe mbi pemët e bregut. Tani hijet e tyre binin horizontalisht mbi sipërfaqen e ujit, të gjata dhe holla si vizat e lapsit mbi faqe të bardhë. Kjo pamje kishte estetikën e vet, atë estetik japonezo të heshtur dhe të thjesht, ku pak element krijojnë shumë kuptim. Guri i madh i shesht pranë bregut kishte ftohur sipërfaqen e vet gjatë natës. Ishte tani i ftohtë dhe i lagur nga vesa, dhe sipërfaqja e tij e bardhë dhe e lëmuar kishte ngjyrën e argjendit të zbehtë në dritën e hënës. Mbi të mund të shikoje gjurmën e vogël të bretkosës, vijat e holla nga këmbët e saj të lagura, dhe pastaj gjurma zbeheshin drejt bregut ku ajo kishte kaluar. Kjo gjurmë e vogël dhe kalimtare kishte diçka poetike. Bretkosa kishte kaluar aty, kishte lënë gjurmën e saj, dhe tashmë ishte diku tjetër, duke bërë diçka tjetër, pa e di. Kishte historinë e vet të shkruar në gjuhën e vet. Dhe historia ishte atje, e lexueshme për ata që dinin. Njeriu i vjetër i fshatit,
Ai që kishte jetuar gjithë jetën pranë liçenit, dinte lexuar këtë gjuhë. Ai shikonte pemën dhe dinte se cili vit kishte qenë i thatë dhe cili i lagur. Shikonte nivelin e ujit dhe parashikonte stinën. Shikonte drejtimin e erës dhe dinte si do t'i ishte koha. Ky dije nuk ishte magjike, ishte rezultati i vëzhgimit të vëmendshëm gjatë shumë viteve, i kushtimit të vëmendjes ndaj gjërave të vogla, i kuptimit se bota flet vazhdimisht me ata që dëgjojnë. Dëgjimi ishte diçka shumë e rëndësishme pranë liçenit natën. Nuk ishte dëgjimi pasiv i personit të shqetësuar, por dëgjimi aktiv i personit të pranishëm. Dëgjimi kur distingueshe krikën nga bretkosa, valzimin nga era, avullimin nga shiu i largët. Ky dëgjim i thellë kishte efektin e meditimit, e çonte mendjen drejt pranisë dhe largonte mendimin e tepërt. Pranishmëria e plot ishte dhurata e madhe e natyrës. Jo planifikimi i nesërmes, jo kujtimi i djeshmes, thjesht ekzistenca e plot e momentit aktual me të gjitha shqisat e hapura. Shija e ajrit, aroma e ujit, tingujt e natës, temperatura e lëkurës, pesha e trupit. Të gjitha këto informacione, të pranuara pa gjykim dhe pa filtrim, krijonin praninë e plot. Burimet e imta nëntoksore furnizuan liçenin me ujë të freskët dhe të ftohtë pa pushim, pa dallim sezoni, pa dallim kohe. Ky furnizim i vazhdueshëm ishte baza e qëndrueshmërisë së liçenit, ajo që e bënte të jetë aty pavarësisht avullimit të verës, pavarësisht ngrirjes së dimrit. Uji i burimit kishte temperaturën e tokës, konstante gjatë gjithë vitit, ndryshe nga uji sipërfaqësor që ngrohej verës dhe ftohej dimrit. Kur dilte nga guri dhe hynte në liçen, e ftohte pak ujin pranhyrjes, dhe peshqit mësonin se aty kishte gjithmonë freskëti kur e nevojtonin. Peshqit e vegjël shpesh grumbulloheshin pranë pikave të hyrjes së burimit gjatë ditëve të nxehta të verës. Tani, natën, burimi vazhdonte punën e tij me besnikërinë e zakonshme. Nuk kishte ndryshim mes ditës dhe natës për të. Ishte i njëjtë, i pandryshuar, i qëndrueshëm. Ky qëndrueshmëri kishte cilësinë e premtimit. Premtimi se nesër do të ketë ujë, pas nesër do të ketë ujë, gjithmonë do të ketë ujë. Nata kishte ndryshim shumë të butë në cilësinë e erës. Tani ylli polar qëndron gjithmonë thuajse i palëvizshëm, ndërsa yjet e tjerë lëvizin rreth tij gjatë natës. Kjo lëvizje e yjeve, nëse e vëzhgon me aparate fotografike me ekspozim të gjatë, krijon harqe të qarkullta rreth yllit polar, viza drite të gjata që tregojnë lëvizjen e tokës, por me syrin e lirë, yjet duken të palëvizshëm. Kjo iluzion i palëvizshmërisë kishte diçka qetësuese. Edhe pse gjithçka lëviz, toka rrotullohet, planetet lëvizin, yjet udhëtojnë nëpër galakti, nga perspektiva jon, gjithçka duket e qëndrueshme. Kjo perspektivë është iluzioni ynë, por është edhe realiteti ynë praktik, dhe të dyja janë të vlefshme. Liçeni gjithashtu duke i palëvizshëm, por ishte gjithmonë në lëvizje të imët. Rrymzat e brendshme lëvizin, peshqit notojnë, bakteriet punojnë, kimia ndryshon, por nga sipër, nga perspektiva jon, shfaqte qetësinë e vet, sipërfaqen e vet të rregullt dhe të ndritshme. Ndoshta kjo ishte mënyra e duhur të shikoje gjërat, jo me angazhim të plot mikroskopal ku çdo ndryshim i vogël bëhet dramatik, por me distancën e duhur ku modeli i madh bëhet i dukshëm. Distanca e duhur nga problemet e jetës, jo indiferenca, por perspektiva,
i bën ato të menaxhueshme dhe jo overwhelmuese. Hëna kishte arritur tani pozicionin e saj perëndimor, nuk ishte mbi kokë, por mbi mal në perëndim, dhe drita e saj kishte hyrësin horizontale, duke lënë hije të gjata dhe duke nxjerrë relievin e gurëve dhe pemëve me kontraste të forta. Kjo dritë oblike kishte cilësinë e dritës së mbrëmjes ose mëngjesit, ajo dritë e ëmbël dhe pa interli e këndeve. Pylli pranë bregut kishte marrë pamjen e ndonjë tabloje romantike të shekullit të 19, pemët e errta kundër qiellit të ndritshëm të hënës, shkëlqimi i ujit poshtë, mjegulla e hollë që notonte midis, ishte bukuria e bërë pa qëllim, pa artist, pa kompozitor, e bërë thjesht nga forcat natyrore dhe rastet e mira. Mëngjesi ishte ende larg, por nata kishte filluar lëvizjen e saj të ngadalt drejt fundit. Yjet perëndimor, ata që ishin lart dhe të ndritshëm, tani ishin ulur. Gjumi nuk ishte mosbërje, ishte bërje intensive, thjesht e padukshme. Ishin orët kur trupi investonte në veten e tij, kur bënte mirëmbajtjen e vet, dhe liçeni gjatë natës bënte të njëjtën gjë. Proceset e tij rigjeneruese, pastrimi kimik, ekuilibrimi biologjik. Qetësia kishte arritur kulmin e vet absolut. Nuk kishte zhurmë nga largësia, nuk kishte kalime makine nga rruga e fshatit, nuk kishte asnjë shenjë të aktivitetit njerëzor. Vetëm zërat e natyrës, cirkët, bretkosa e vonë, valzimi i ujit, frëshfëritja e lehtë e pemëve, dhe mbi to, heshtja e madhe. Kjo heshtje nuk ishte boshllëk, ishte plotësi. Plotësia e asaj që nuk ka nevojë për zhurmë shtesë. Plotësia e asaj që është e kompletuar tashmë. Si faqja e librit të lexuar mirë, e plot, e mjaftueshme, pa nevojë për fjalë shtesë. Ajri i natës kishte marrë pak nga era e tokës. Atë aromë të humusit dhe tokës, të mikroorganizmave që punojnë nën sipërfaqen e tokës, të rrënjve dhe kërpudhave dhe jetës bazale. Kjo aromë ishte shumë e vjetër dhe shumë e thellë. Me të trupi ndjente lidhjen me tokën, me bazën, me atë gjë prej nga vjen gjithçka dhe ku kthehet gjithçka. Rrënjet e pemëve shtriheshin nën tokë gjerë sa degët shtriheshin lart, ose shpesh edhe më gjerë. Sistemi i rrënjve ishte pasqyra nëntoksore e sistemit të degëve. Një lloj kompleks, një lloj i degëzuar, një lloj elegant. Dhe nëpërmjet rrënjve, pemët komunikonin me njëra tjetrën, duke shkëmbyer lëndë ushqyese dhe sinjale kimike nëpërmjet rrjetit mikrohizal të kërpudhave. Ky rrjet, i quajtur shpesh interneti i pyllit, lidhte pemët me njëra tjetrën nën tokë dhe u lejonte të ndanin burime dhe informacione. Pema mën dërgonte sheqer shtesë te fidani i saj i vogël në hije. Pema e sëmur merrte lëndë ushqyese nga fqinjët e shëndetshëm. Ky bashkëpunim biologjik ishte po aq i vërtet dhe po aq i rëndësishëm sa çdo bashkëpunim tjetër. Nën liqen gjithashtu kishte rrjete, jo mikrohizale, por biologjike, zinxhir ushqimor midis gëzimit dhe dhimbjes, midis angazhimit dhe pushimit, midis bërjes dhe të qenurit. Njeriu ka nevojë për balancë si ekosistemi. Pa pushim, aktiviteti bëhet i paqëndrueshëm. Pa gjumë, zgjimi bëhet i dëmshëm. Pa qetësi, zhurmës humb kuptimin. Liqeni e dinte këtë dhe praktikonte çdo natë. Pushonte sa duhej dhe gjallëronte sa duhej, dhe kishte mbijetuar nëpër kohë pa asnjë problem.
Njeriu e harron shpesh këtë balancë. Jeta moderne tenton drejt ekstremit të aktivitetit, duke neglizhuar gjysmën tjetër të ciklit. Por natyra nuk harron. Ajo imponon ritmin e saj nëse ti nuk e pranon vullnetarisht. Lodhja dhe nevoja për pushim janë thirrja e natyrës drejt balancës. Natën pranë liçenit, thirrja dëgjohej qartë. Çdo element i mjedisit fliste të njëjtën gjuhë. Pushim, qetësi, ngadalësim, pranim. Dhe trupi, nëse lejohej të dëgjonte, u përgjigj me relaksim të natyrshëm, me uljen graduale të tensionit, me hapjen e frymëmarrjes. Çdo çast i natës kishte mirësinë e vet. Çasti kur hëna kishte dalë nga malet. Çasti kur mjegulla e parë kishte shfaqur mbi ujë. Çasti kur thirrja e hershme e shpendit kishte qarë heshtjen. Çdo çast ishte i plot dhe i mjaftueshëm në veten e tij, pa nevojë për t'u krahasuar me çastin tjetër. Pak para agimit, ka një kohë kur errësira është absolutisht absolute. Hëna kishte perënduar dhe agimi nuk kishte filluar ende. Kjo ishte errësira më e thellë e natës. Ajo orë kur yjet ishin ndriçimi i vetëm dhe bota ishte kthyer plotësisht në modalitetin e natës. Në këtë gjendje të paforms, kishte diçka meditative. Kur nuk shikon, dëgjon më mirë. Kur forma zhduket, esenca mbetet. Kur çdo gjë e dukshme hiqet, ajo çka mbetet është diçka më thellë dhe më e vërtetë. Nëntkoka po ndihte agimin gradualisht. Qielli lindor kishte filluar ndryshim shumë të imët, shumë të ngadalt në ngjyrë. Jo dritë e dukshme, por zbehje e errësirës absolute. Si të ndjeje fillimin e muzikës para se ta dëgjosh plotësisht. Para ndjesia e dritës, liçeni kishte mbajtur fshehtësinë e tij gjithë natën dhe do ta mbante edhe pak. Nën sipërfaqen e tij, ajo që asnjë sy nuk mund ta shohë, ajo që vetëm instrumentet shkencor mund ta matin, kishte të dhëna të fjetura. Palëvizshmëria e thellësive, temperatura konstante e shtresave të poshtme, sedimenti i vjetër me historinë e tij milionte vjeçare. Paleolimologjia, studimi i historisë së liçeneve nëpërmjet sedimentit, mund të lexonte nga shtresat e liçenit si nga faqet e librit. Shtresa e hollë e hirit tregonte zjarrin e vjetër. Shtresa e bollshme e polenit tregonte pyllin e begat të kohëve të hershme. Shtresat e ndryshme të mineraleve tregonin ndryshimet klimatike, periudha të thata dhe të lagta, lëvizjet e tokës. Kjo histori e shkruar në balti kishte gjatësinë e kohëve gjeologjike. Liçeni kishte qenë aty shumë më gjatë se çdo memorie njerëzore dhe kishte regjistruar gjithçka me saktësinë e pasionantëm të arkivistit të natyrës. Askush nuk e kishte porositur këtë punë, askush nuk e kishte paguar. Natyra bënte arkivimin e vet, thjesht duke ekzistuar. Natën, kjo histori e gjatë flinte brenda thellësisë. Qetësia e sipërfaqes ishte qetësia e kujtesës. Gjithçka ishte aty, por asgjë nuk turbullohej. Si gjumi i thellë, kur kujtesa nuk është e harruar, por është duke pushuar, duke u konsoliduar, duke u organizuar. Shpati jugor i malit, ai i mbuluar me barin e gjatë të verës, tani pak të zbehur nga ftohtësia e natës, duke i si mëndafi errët nën errësirën e hënës perënduar. Bari kishte dridhjen e vet të imët, si dalga shumë të ngadalta, ndërsa era e butë kalonte mbi të. Kjo lëvizje ishte pothuajse e padukshme, por aty ishte, po aq reale sa çdo lëvizje tjetër. Zëri i barit kur lëkundet ishte ndër më të delikatat e natyrës, jo fshfëritja e qartë si gjethet e trasha, por vibrimi holl,
thuaj se tingëllim, si zëri i diçkaje shumë të brisht. Bari kjo fazë e mes, as natë, as ditë, kishte karakterin e vetë të veçantë. Ishte koha kur ëndrat janë më të gjalla dhe më koherente, kur trupi është i relaksuar, por mendja ka filluar aktivitetin e lehtë. Ishte koha kur disa njerëz zgjohen për pak dhe shikojnë errësirën me sytë gjysmë të hapur, dhe pastaj i mbylle sërish, duke u futur edhe më thellë në gjumë. Zërat e natës kishin filluar të ndryshonin bashkësinë e tyre. Crikët ishin ulur pak, temperatura kishte rënë pak para agimit, siç ndodh gjithmonë, dhe insektet janë shumë të ndjeshëm ndaj temperaturës. Bretkosa e vonë kishte heshtur, por kishte filluar diçka e re, zëri i largët i lumit të vogël që dilte nga liçeni. Ai zë i vazhdueshëm i ujit që lëviz mbi gur, i cili kishte qenë gjithmonë aty, por tani dukej pak më i qartë, ndërsa zërat e tjerë heshtnin. Ky zë i lumit kishte karakterin e vetë të ujit të lëvizshëm, jo statik si liçeni, por dinamik, ecës, me drejtim dhe qëllim. Ai e kishte zanafillën e vet larg, diku maleve, dhe kishte destinacionin e vet larg, diku fushave. Liçeni ishte pjesa e qetë e udhëtimit të tij, ku qëndronte për kohë, pushonte, akumulohej dhe pastaj vazhdonte. Metafora e liçenit si pushim mes dy udhëtimeve kishte diçka shumë njerëzore. Edhe ne jemi si ujë, venim nga diku, shkojmë diku, dhe midis kemi periudhat e liçenit, periudhat kur qëndrojmë dhe akumulojmë dhe pushojmë para se të vazhdojmë. Gjumi ishte liçeni i vogël i çdo dite, ai pushim i domosdoshëm midis dy ditëve aktive. Qielli lindor kishte marrë tani ngjyrën e kaltër të thellë, jo të zezën e natës, por kaltërtinë specifike para agimit, atë ngjyrë që ka emrin e vet në shumë gjuhë, pasi është kaq karakteristike dhe e njohur. Kjo kaltërtësi kishte ndriçimin e vet të butë, jo nga dielli, por nga drita e difuzuar e atmosferës. Nën këtë dritë shumë të butë, liçeni kishte marrë ngjyrën e kaltër të zbehtë të qiellit, pasqyronte qiellin e ri të agimit, si kishte pasqyruar qiellin e natës, me të njëjtën besnikëri dhe të njëjtën saktësi. Yjet i bashk ata krijonin simfoninë e mëngjesit, atë simfoni të vjetër dhe të ripërtritur, që kishte luajtur çdo mëngjes pa ndryshim të madh. Liçeni dëgjonte pa folur, sipërfaqja e tij pasqyronte edhe zërat, jo direkt, por me jehonën e imët të ujit mbi sipërfaqe kur tingujt e mëdhenj vinin prej lartë. Një jehon shumë e butë dhe e zbehtë, e thirrjes së bilbilit, lëvizte mbi sipërfaqen e ujit dhe humbte mes valzimit. Agimi kishte ngjyrosur qiellin tani me ngjyrat e para të dukshme, jo vetëm kaltërtia e thellë, por fillimi i nuancave të ngrohtë. Ishte shumë herët dhe shumë i zbehtë ende, jo ato ngjyra të ndezura të agimit të plot, por premtimi i tyre, hija e parë e kuq portokallis shumë të zbehtë pranë horizontit lindor. Kjo ngjyrë ishte si nota e parë muzikore e temës kryesore, shumë e butë, shumë e imët, por njohëse për atë që dinte të dëgjonte. Agimi kishte filluar. Liçeni kishte kaluar natën duke qenë vetëm ai dhe natyra rreth tij. Kishte mbajtur qetësinë e vet gjatë gjithë orëve të errësirës. Kishte pasqyruar hënën dhe yjet. Kishte dëgjuar këngën e crikave dhe bretkosave. Kishte ndjer erën e natës mbi sipërfaqen e tij. Tani,
Ndërsa agimi afrohej, ai bëhej gati për ditën tjetër, jo me nxitim, jo me drama, por me natyrën e tij graduale dhe të qëndrueshme. Temperatura e sipërfaqes do të fillojë të rritet me ardhjen e diellit. Algat do të fillonin fotosintezën, peshqit do të fillonin aktivitetin e ditës, zogjt do të fillonin gjuetin mbi sipërfaqe. Por tani ende kishte momentin e mes, ky moment i çmuar midis natës dhe ditës, kur asnjë ende nuk kishte mbaruar dhe tjetri nuk kishte filluar plotësisht. Ishte si faqa. Ndërsa agimi afrohej minut pas minute, qielli ndryshoi ngjyrë gradualisht. Kaltërtia e thellë u zëvendësua me kaltërti të zbehtë, e cila u zëvendësua me ngjyrën e gri të perlave, e cila u ndez pak me ngjyrën e rozës shumë të zbehtë. Çdo ndryshim ishte aq gradual sa nuk mund ta shikoje duke ndodhur, vetëm rezultatin pas disa minutash. Pemët e bregut dolën nga silueta e tyre. Tani mund të shiheshin pak detajet e tyre, forma e gjethjeve, ngjyra e gjelbër e errët. Ngjyrat po ktheheshin ngadalë te bota pas natës monokromatike, jo me shpërthim, por me kthim të ngadalt dhe të butë. Zogjt kishin arritur kor të plot tani, 10 zëra nga të gjitha anët e pyllit, duke krijuar simfoninë e tyre të mëngjesit. Kjo muzik kishte gëzimin e saj specifik, gjallërinë, risin, energjinë e ditës, por kishte gjithashtu kontinuitetin e saj. Çdo mëngjes, po ky kor, po kjo simfoni, po ky gëzim i ripërtëritur. Sipërfaqja e liçenit kishte ndryshuar teksturë me ardhjen e agimit. Erëzat e hershme të mëngjesit, pak më të forta se ato të mesnatës, kishin filluar të krijonin valëzim pak më të dukshëm. Sipërfaqja nuk ishte më aq e qetë si pasqyrë, por kishte lëvizjen e lehtë, dinamiken e saj të vonë natës e hershme mëngjesit. Kjo ndryshim në sipërfaqe kishte ndikuar pasqyrimin. Yjet dhe ylli i mëngjesit brenda ujit tani lëkunden pak, duke u shpërbërë dhe bashkuar me ritmin e valëzimit. Pasqyrimi ishte ende aty, por dinamik tani, i gjallë, jo i ngranë. Mjegulla kishte filluar të shtohej pak, fenomeni zakonshëm para agimit, kur diferenca midis temperaturës së ujit dhe ajrit ishte maksimale. Tani sipërfaqja e liçenit kishte avull të dukshëm, të bardhë dhe të lehtë, duke ngritur në shtyllza dhe duke u shpërbërë. Kjo mjegull e agimit kishte cilësinë e vet, ndryshe nga ajo e mesnatës, pak më e dendur, pak më dramatike. Pemët e bregut dukeshin si të dala nga mjegulla, silueta graduale që shfaqeshin ndërsa drita rritej, si zhvillimi i fotografisë në dhomën e errët. Ky shfaqje graduale kishte dramaturgjinë e vet, pemën e shellgut, e cila dukej e paqartë dhe misterioze nëpër mjegullën e bardhë, pastaj dalgadal mora formën e saj të plotë. Bota po kthehej drejt vetës së ditës, jo me nxitim, por gjithmonë me ritmin e vet gradual dhe të qëndrueshëm, por me drejtim të qartë. Nata kishte dhënë gjithçka kishte të jepte, dhe tani i jepte dorën ditës, siç bëjnë gjithmonë, siç do të bëjnë gjithmonë. Dhe liçeni, i qetë dhe i besu. Kjo pritje kishte karakterin e vet, si momenti pas zgjimit kur nuk e ngritur ende, por jeton dritën e re përmes qepallave të mbyllura. Trupi ndihet, mendja ndjen, por lëvizja nuk ka filluar ende. Ky gjendje e mes kishte ëmbëlsinë e vet të veçantë, ndoshta ëmbëlsia më e madhe e gjithë ciklit. Ky moment i fundme mes gjumit dhe zgjimit. Dhe pastaj, pas të gjitha pritjeve, pas natës së gjatë dhe të bukur, pas agimit gradual, rrezja e parë e diellit kaloi majën e malit dhe ra mbi sipërfaqen e liçenit.
Efekti ishte i menjëhershëm dhe dramatik. Aty ku preku rrezja, uji ndriçoi si ari shkrirë, shkëlqimi fort dhe i artë që nuk kishte qenë aty asnjë moment para. Sipërfaqja e errët e liçenit u transformua brenda sekondës. Jo i gjitha, vetëm aty ku ra rrezja e parë. Dhe ky transformim i pjesshëm bënte kontrastonin e tij madhështor midis artit të ndriçuar dhe kaltërtisë ende të errët. Nga ky pik, agimi ishte i shpejtë. Dielli ngrihej me shpejtësinë e vet karakteristike dhe rrezet i shtoheshin sipërfaqes së liçenit, duke e mbuluar gjithnjë e më shumë me dritën e tij. Mjegulla e bardhë mbi sipërfaqe filloi të avullonte me kontaktin e ngrohtësisë, ngadalë fillimisht, pastaj me shpejtësi, duke zbuluar liçenin si zbulohet fytyra pas largimit të shamit. Ky shkëmbim i zërash kishte ritmin e tij të saktë, si ndërrimi i rojave, i bërë me saktësi dhe rregull. Stafi i natës ikte dhe stafi i ditës vinte, dhe liçeni mbetej mes tyre, duke punuar me të dyja pa favorizuar asnjërin. Uji kishte filluar të ngrohej pak. Shtresa e sipërfaqes absorbonte ngrohtësinë e rrezeve të para dhe e kalonte poshtë ngadalë. Peshqit e ndjenin ndryshimin dhe filluan të ngriheshin nga thellësia drejt sipërfaqes, duke ndjekur ngrohtësinë. Herë-herë, njëri hidhte kokën mbi sipërfaqe, duke krijuar unazën e tij karakteristike dhe u kthye poshtë. Shpendët ujor kishin ardhur tashmë. Laraskja e bardhë qëndronte mbi gurin pranë brekut, me krahët e shpalosur drejt diellit, duke tharë penët e lagura. Poza e saj kishte diçka heraldike, e qetë dhe krejtësuese, sistem e gjallë. Raca dhe meraku ishin gjithnjë prezent tek ajo, por tani kishte vendosur prehjen e hershme mëngjesit. Nata kishte mbaruar zyrtarisht, por kur nuk mbaronte plotësisht. Ajo thjesht tërhiqej drejt perëndimit, drejt vendit tjetër të tokës ku ishte koha e saj, duke pritur kthimin e saj secilin mbrëmje me besnikërinë e zakonshme. Liçeni kishte bërë udhëtimin e tij të plot të natës, nga mbrëmja deri tek agimi, dhe kishte mbetur i njëjti dhe gjithashtu kishte ndryshuar. I njëjti në substancë, i njëjti në esencë, por i ndryshëm në sekrete të vogla, kimia paksa e modifikuar, ekuilibri biologjik paksa i rregulluar, niveli pak i ndryshuar. Çdo natë e transformonte pak liçenin, edhe nëse ndryshimi ishte i padukshëm, dhe të gjitha netët bashk, nëpër vite dhe dekada, i kishin formuar liçenin siç ishte, me karakterin e tij specifik, me ekosistemin e tij specifik, me historinë e vet unike. Kjo akumulimi ndryshimeve të vogla ishte mënyra si formohet gjithçka e madhe, jo me shpërthim të vetëm dramatik, por me mira ndryshime të imta, çdo ditë, çdo natë. Liçeni ishte kryevepra e mira netëve të vogla si kjo. Edhe njeriu formohet kështu, jo nga ngjarjet e mëdha dhe dramatike vetëm, por nga grumbullimi i momenteve të vogla dhe heshtura, nga net si kjo, net kur gjumi ishte i thellë dhe i qetë, kur trupi kishte rigjeneruar plotësisht, kur mendja kishte pushuar dhe organizuar. Gjumi pranë ujit kishte cilësinë e vet specifike të rigjenerimit. Uji si element ka lidhjen me shplarjen dhe pastrimin dhe rinovimin. Kur flesh pranë ujit, ndjen se gjithçka e vjetër dhe e rëndë lahet prej teje me valzimin e imt të natës. Kur zgjohet, jeni i pastër, jo vetëm nga trupi, por nga ndjesia, nga energjia. Dielli kishte ngritur mjaftueshëm tani, dhe drita e tij kishte mbuluar të gjithë liçenin. Sipërfaqja e tij shkëlqente me atë shkëlqim specifik të mëngjesit të hershëm, jo i ndezur i mesditës, por i butë dhe artë, me cilësinë e mjaltit të shkrirë mbi sipërfaqe metali. Pylli kishte marrë tingujt e ditës plotësisht, cicëritje, gumëzime, rapëllima, thirrje. Çdo pemë kishte banorët e vet duke filluar aktivitetin e ditës.
duke kërkuar ushqim, duke kujdesur zogjt, duke ruajtur territori. Kishte energji dhe lëvizje kudo. Dhe liçeni, ndërmjet gjithë kësaj aktiviteti të ri, qëndronte me qetësinë e vet të natyrshme. Ai kishte parë të gjitha këto fillime. Sa mira mëngjese, sa mira aktivizime të njëjta, dhe e dinte se pas tyre vinte mesdita, dhe pas mesditës mbrëmja, dhe pas mbrëmjes nata, dhe nata do të kthente qetësinë e saj. Cikli ishte i plot, cikli do të vazhdonte. Ndoshta bukuria e madhe e natës pranë liçenit ishte saktësisht kjo, jo ndonjë gjë e jashtëzakonshme ose e rrallë, por gjërat shumë të zakonshme dhe shumë të thjeshta, të paraqitura në dritën e vëmendjes. Hëna, yjet, uji, pemët, zërat, aromat. Gjëra që ekzistojnë çdo natë, kudo që ka natyrë, por që zakonisht shkojnë pa u vënë re. Vëmendja është dhuratë. Kur i kushton vëmendje diçkaje, liçenit, pemës, yllit, frymëmarrjes sate, atë gjë bëhet e gjallë për ty në mënyrë që nuk kishte qenë kurrë para. Jo se ka ndryshuar ajo gjë, ka ndryshuar marrëdhënia jote me të. Ke hyrë në kontakt me të. Kontakti i vërtet me natyrën ka efekte shumë reale dhe shumë të matshme. Ul presionin e gjakut, ul kortizolin, ngre endorfinet, ngadalson valët e trurit drejt frekuencave të relaksimit. Por mbi të gjitha, ka efektin e perspektivës. Të ripozicionon brenda, të kujton se jesh i vogël dhe i lidhur dhe i mirëpritur. Kjo ndjesi, i vogël dhe i lidhur dhe i mirëpritur, ishte esenca e prehjes, esenca e gjumit të mirë, esenca e atij relaksimi të thellë që të rigjeneron plotësisht. Jo boshllëk, por lidhje. Jo izolim, por integrim. Jo harres, por pranim. Nata kishte dhënë gjithçka kishte dhënë heshtjen e saj, mjegullën e saj, pasqyrimin e hënës, këngën e crikave dhe bretkosave, freskinë e ajrit, aromat e bimësisë. Kishte dhënë errësirën e saj mbrojtëse dhe yjet e saj si dritare hapësinore. Ndërsa dita kishte filluar plotësisht dhe jeta e liçenit kishte hyrë në ritmet e saj diurnale, kishte diçka e nevojshme të thuhet mbi gjumin. Jo si ndërprerje e jetës, por si pjesë e jetës. Jo si humbje kohe, por si investim kohe. Jo si detyrim biologjik, por si dhuratë. Gjumi i mirë, i thellë, i qëndrueshëm, i qetë si uji i liçenit natën, kishte fuqinë e transformimit. Ai ndërtonte kujtesën, kuronte trurin, forconte sistemin imunitar, rregullonte emocionet, restauronte energjinë. Ai ishte i barabartë me ushqimin dhe ujin si nevojë jetike. Dhe gjumi pranë zërave të natyrës, ose me kujtimin e tyre të gjallë brenda mendjes, kishte cilësi shtesë. Harmonizonte trupin me ritmet natyrale të botës, me ato ritme shumë të vjetra, të cilave biologjia jon i përgjigjet ende, ritmet e dritës dhe errësirës, ritmet e zërave natyral, ritmet e ajrit të pastër dhe aromave biologjike. Kur bie të flesh tani, nëse shtrihesh dhe mbylle syt dhe lejon veten të relaksohesh plotësisht, mund ta qosh mendjen pranë liçenit. Mund ta imagjinosh sipërfaqen e tij të qetë duke pasqyruar yjet. Mund të dëgjosh valëzimin e butë mbi gurin e bregut. Mund të ndjesh freskinë e ajrit të natës mbi lëkurë. E ndërsa e imagjinon, trupi fillon të ndjek. Frymëmarrja ngadalson, zemra ngadalson, muskujt lirohen, mendja relaksohet dhe gjumi vjen, jo si gjë që rrëmbehet, por si gjë që lejohet,
si ujë që rrjedh poshtë natyrshëm, kur I hiqet pengesa. Liçeni do të priste edhe kësaj nate ardhjen e muzgut, do të priste largimin e diellit dhe ardhjen e errësirës së parë, do të priste hënën, e cila do t'ishte pak ndryshe nga nata e djeshme, pak më e plot ose pak më të cunguar sipas ciklit të saj, dhe do ta pasqyronte me besnikërinë e zakonshme. Do të priste këngën e crikave dhe bretkosave, mjegullën e lehtë të mesnatës, freskinë e orës para agimit, thirrjen e parë të zogjve. Do t'i priste të gjitha pa ankth dhe pa emocion të tepërt, thjesht duke qenë aty, duke pasqyruar, duke mbajtur hapësirën. Kjo gjendje, të jesh aty, të pasqyrosh, të mbash hapësirën, ishte ndoshta gjendja ideale e mendjes gjatë pushimit dhe gjumit. Jo aktiv dhe jo pasiv, prezent, jo kontrolluese dhe jo dorëzues, pranues, jo mendues dhe jo bosh, dëgjues. Liçeni ishte mësuesi I heshtur I kësaj gjendjeje. Ai e kishte praktikuar çdo natë në përgjithë ekzistencën. Mendimet rrëshqasin si gjethe mbi ujë. Ato shfaqen, lëvizin pak dhe pastaj zbehen. Nuk duhet t'i ndjekësh, nuk duhet t'i ndalesh. Lejoju të kalojnë, siç kalon çdo gjë në natyrë. Diku, thellë brenda ti, liçeni ruan gjumin e botës, në heshtien e vet të pafund. Tani, edhe ti po bëhesh pjesë e asaj qetësie. Frymëmarrja jote ndjek ritmin e ujit, zemra ndjek ritmin e natës, muskujt lirohen, duart ngrohen, qepallat bëhen të rënda. Gjumi vjen ngadalë, si mjegull e bardhë që ngjitet mbi liçen dhe të mbulon butë. Në këtë gjendje, gjithçka është mirë. Bota rrotullohet me ritmin e saj të ngadalshëm. Yjet qëndrojnë mbi qiell si drita të vjetra që të kujtojnë përjetësinë. Liçeni frymëmon me ty. Nuk ka as mbrëmje, as mëngjes. Ka vetëm ky çast I qetë, ky frymëmarrje, ky pushim I plot. Ëndra që vjen tani është e lehtë si ujë dhe e thellë si ai. Në të, mund të shikosh liçenin nga lart, si nga syri I zogut, dhe sheh të shtrirë si pasqyrë e madhe argjendi midis pyjeve. Një re e bardhë kalon sipër, dhe ti sheh hijen e saj që lëviz mbi ujë, e ngadalt, e butë, sikur vetë koha po fshihej për një çast. Në ëndër, ajri është I pastër dhe I freskët, nuk ka nxitim, nuk ka të djeshme, nuk ka të nesërme, vetëm kjo natë e përjetshme përreth liçenit. Zogjt fluturojnë ngadalë, peshqit notojnë pas zhurmë, hëna kalon përmes mjegullës dhe çdo gjë shtrin në argjend të zbehtë. Ti ecën buz ujit, kalon dorën mbi sipërfaqe dhe ngjen ftohtësinë e lehtë që të përshkon gishtat. Uji nuk është I ftohtë në mënyrë të pakëndshme, është I freskët, I pastër, qetësues, si frymë e re. Në çastin që e prek, çdo shqetësim largohet, çdo mendim tretet, dhe mbetet vetëm ndjesia e bashkimit me diçka shumë më të madhe se vetja. Pastaj ulesh, frymëmarrja e liçenit sinkronizohet me tënden, dhe si çdo natë, pas zhurmë, pa forcë, pa përpjekje, fillon ajo që është gjithnjë e njëjta dhe gjithmonë ndryshe. Pushimi I thellë, qetësia e trupit dhe e shpirtit. Ti, në këtë gjumë të thellë, je pjesë e asaj muzike. Çdo rrahje zemre është një valë e liçenit. Çdo frymëmarrje
është jehona e largët e pyllit. Në ëndrrën tënde, hëna ende shndrit brënda syve të mbyllur, dhe trupit yt lëshohet, duke u shkrirë me ujë nën të. Dhe kur drita e parë e mëngjezit të prek, ajo nuk të zgjon pa pritur. Të prek si rreze që përkëdhel, si kujtesë e dashur që të kujton se ke pushuar, je qetësuar dhe mund të fillosh përsëri. Dhe kështu, kur hap syt, nëse hapen, dielli ka filluar tashmë të ngjitet. Ajri është i freskët dhe liçeni është i ndritshëm si pasqyrë e artë. Zërat e ditës janë kthyer, por në mendje mbetet e gjallë qetësia e natës. Ajo nuk shtuket, mbartet brënda trupit si kujtim i gjumit të thellë dhe i pushimit të plot. Tani, gjithçka është si duhet. Trupi është i lehtë, mendja është e qartë, fryma është e rregullt, dhe brënda vetes, një pjesë e vogël e liçenit ka mbetur. Një liçen i brendshëm, që mund ta gjesh sa herë të mbyllësh syt, sa herë të duhet qetësi, sa herë që bota bëhet e zhurmshme. Sepse nata pranë liçenit nuk është vetëm histori, është gjendje, dhe ajo gjendje do të ndjek, e butë dhe qetë, çdo herë që kujton ujin, hënën, yjet dhe frymën e natës. Tani, mbylli syt, imagjino hënën që pasqyrohet në liçen, dëgjo frymën e ujit, dhe lëre veten të zhytet në gjumin e qetë që pret, të butë, të lehtë, të pafund, si vet nata pranë liçenit.